akuzat që ngritur janë shumë të rënda. Pa dyshim që janë të rënda. Ndaj zonjës Balluku. Dhe për sa kohë janë akuzat të rënda, unë e kam thënë disa herë, tani jemi në një realitet tjetër. Dhe ka dalë zoti Rama ka thënë që nuk ka akuza për korrupsion, nuk është fajtore. Dakord. Ka dalë opozita ka thënë që nuk është fajtore, është fajtore, ka vjedhë dhe ka bërë namin sipas opozitës. Edhe pse ata me shifrat i ngatrojnë pak. I ngatrojnë shumë shifrat, po gjithsesi. I ngatrojnë shifrat edhe këtej, edhe për vete. Edhe nese, edhe tani drejtësia s'pak është një realitet tjetër, do duhet ta hiqtet një pjesë të paktën nga realiteti, nga sekreti hetimor dhe thoshte, ore zonja, kë ka kërcënuar, sepse masa arrestit bëhet dhe kërkohet për një njerëz të rrezikshëm. Ikën jashtë, nuk ikën do se e ke marrë pasaportën. Rrezikon të prishi provat, a rrezikon apo jo? Rrezikon të intimidoj dëshmitarët. Tani s'pak këto dy, se pasaportën e ka marrë, ngelen këto dy pika. Pra duhet na tregoj, i ka bërë 1, 2, 3 dhe si i ka bërë, me kë i ka bërë, pse si ka arrestuar këta që kanë bërë këtë pjesën tjetër. Pra na jep të plot panoramë dhe ne themi po, kush gabon, kush gënjen dhe kush nuk gënjen, nuk e di mende kush ka drejt. Po pra është konfuzion, është konfuzion. Por gjithsesi, majoranca për mua nuk duhet të ngelet te fjalët. Jam dakord. Ka numrat, numrat i ka numrat, bën ndryshime ligjore. Rregulloje. Ke plotësisht drejt. Paraburgimin, mos më thuaj mua që ka paraburgim se ne dimë si gazetar që ka paraburgim. Po ti duhet i bësh këto, po jo kur të vjen te dera te mali. Ky është problemi. Ky është problemi. Pra shtrije diskutimin, mendo për qytetarët, sepse unë jam kundër edhe pjesës të nismës ligjore, jam kundër po të ngelet vetëm ajo. Nisma ligjore që ka të bëjë me mos pezullimin. Unë jam kundër pezullimit nga gjykatat të çfarë lloj funksionari, sidomos atyre që janë të zgjedhur, president, kryeministër e tjerë. Po ne e dim shumë mirë që nisma ligjore nuk u bë sepse ka frikë majoranca, sepse do pezullohet avokati i popullit dhe pezullohet shteti, se është dhe avokati i popullit pjesa e saj nisme ligjore. Dhe mua si qytetar s'më intereson fare kush është avokat populli. Edhe po tjetë dhe po mos jetë, sa ndryshon asnjë gjë në jetën e qytetarëve. Mua më intereson një gjë, stoku i dosjeve. Ti të përballesh në gjykatë me një çështje administrative minimaliste, duhet të presësh 10 vjet